U përfol shumë për jetën tonë personale, si për të krejve, do me thonë, kur je ftyrë publike, si për mua, si për plot tjerë. Sa ka ndiku ky sen në karrierë, për shembull, në profesion të ri tash? E ki fjallën për ndarjen. Po. Ndarja, të unë i ka pas dy efektet fuqishme. E ka bo thyrjen tem më të fuqishme emocionale dhe të zemrës tem që e ka thyrë copa kështu në jetën tem, ever, ever, edhe të njëjtën kohë ma ka bo ngritjen më të madhe ever në jetën tem. Diçka është puna që pa dash me t'inglu që po du me folë kesh për dikon, absolutisht jo. Mbi gjitha Nora është nana fëmijës tem edhe unë ja dëshiroj asaj çdo të mirë në jetë. Gjithmonë ja kom dëshiru, ja dëshiroj edhe do t'ja dëshiroj. Shumë se ne kena të përbashkë në ti. Shumë kena të përbashkëta, po. Edhe emrin, e nonave të fëmijëve. Po çka është me rëndësi? Çka është me rëndësi është me kuptu, do me thonë që një jetë nuk mundesh me urrit pa dhimbje, adin. Ka njëherë dikush një jetë, për shembull, të lënë edhe mendon, shumë thonë të lënë për dekt. Edhe kur ti shohësh 100 herë më e fortë, tani është Andina jeti? Qashtu? Jo, s'qem më ne jam qika tezës Andinit. I ku më rruflëk? Vine kum dreq? Vine kum dreq, po. Kallëzëm me që the edhe ma herët muzikën, së në shmelon është drog. Muzika është ilaçi i shpirtit, po du tash një fakt shkencor me tregu për publikun është shumë rëndësi, se në Greqinë antike shkencat janë nda në dy klasifikime, ka qenë tridriumi edhe kuadriumi. Në kuadriumi janë hi shkencat e larta, si matematika, fizika, kuadrione. Çka është interesant me potencu, që muzika ka hinë kuadrium, ka hinë shkencat e larta qysh në Greqinë antike. Sepse edhe Nikola Tesla ka thonë, nëse doni me kuptu universin, me ndoni vibrim, me ndoni tingull. Kështu që na, si muzicienta që e kem qatë talentin e muzikës, e ditëm apo se ditëm, tënë e kem potencialin me qenë shumë njerëz spiritual. Sepse gjithë çka ekziston në qëtë botër dimensionale ku jetojmë na, është vibrim edhe frekvencë. Edhe që ky zot që janë pe foli edhe vesh jot pe nin edhe truni jot pe konverton. Çka ju thu këtyve njerëzve që mendojnë ose që e thojnë që bioenergjia është mashtrim? Bioenergjia, kjo çka bëj unë njihet botnisht. Edhe mundesh botnisht ku dush në çdo shtet botës me bë, mundesh në Gjermani, mundesh në Amerikë. Në Amerikë e përdorin për mbi 800 spitale. Unë edhe në emisione tjera që kom qeni, kom pajis regjin me video me pa njerëz. Edhe tash unë kur ta qes ty me pa, dhe ajo është diçka që njihet botnisht. Qa ko me thonë? Veç e frishi.